Bombardoni laboratorët e inteligjencës artificiale, kjo ka qenë thirrja e 2 shkencëtarëve të njohur, të cilët kanë paralajmëruar se rreziku më i madh për njerëzimin mund të vi nga diçka shumë më reale, inteligjenca artificiale. Kanë qenë shkencëtarët Eliezer Yudkowsky dhe Nate Soares, të cilët janë drejtuar Institutit të kërkimeve mbi inteligjencën e makinerive në Kaliforni, të cilët kanë 25 vite që studiojnë mbi këto zhvillime dhe të cilët kanë ngrer alarmin se gjithçka mund të dalë jashtë kontrollit. Pikërisht për këtë do të diskutojmë tani me inxhinierin biomjekësor Erman Mertenika. Erman, përshëndetje. Përshëndetje Dorentina dhe kënaqësi që jam pranues në TV1. Gjithashtu, Erman, një alarm ndoshta dhe fjalë të pazakonshme në gjithë këtë zhvillim të inteligjencës artificiale, duke qenë se ne jemi të prirur të mendojmë se do ta përdorim vetëm pozitivisht, mirë po vjen një alarm këtu nga 2 shkencëtarë të cilët bëjnë thirrje që të bombardohen laboratorët e inteligjencës artificiale.